dialogi me partitë shqiptare, sidomos parlamentare, normal që kërkesa ka qenë gjithmonë që vendit të krijojë mundësinë të ketë institucionet stabile, produktive për zhvillimin e Republikës së Kosovës. Tash u tha që është një ftesë nga zotëri Kurti, siç duket më shumë e ka qenë ftesën si kryeministër i Kosovës sesa si subjekt politik, por sido që të jetë LDK-s i takon si subjekt parlamentar dhe si subjekt që në traditën e saj i respekton institucionet e dalura nga vota e popullit, që të merr pjesë në këto diskutime edhe të krijojë mundësinë për krijimin e institucioneve të reja, nëse ka vullnet kuptohet edhe nga palët tjera ose nëse nuk ka barikadime në pozicionet e tyre politike. Kur është ftesa? Kur do të mbahet takimi? Nuk e di dorën zemër, domethënë ka ftesë tash se si ato janë çështje e kryetarit të LDK-s. Ne më shumë u fokusuam domethënë në rezultatin e brendshëm edhe në zhvillimet politike brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës. A keni nënshkruar më kërkesën për kuvendin e jashtëzakonshëm të LDK-s që është iniciuar tashmë? Unë e kam sepse në organizimin tonë ne funksionojmë nga deg deri në nivel qendror. Unë i takoj një degë e cila ka dhënë mendim unanim që duhet të ketë zgjedhje të parakohshme dhe duhet të ketë reflektim mbi procesin zgjedhor të qershorit, domethënë të gjitha strukturat e Lidhjes Demokratike, duke filluar nga kryetari edhe deri te nëndegët. A keni nënshkruar atë? Jo vetëm që e kam nënshkruar, po janë më shumë se 150 nënshkrime tash që janë që kanë kërkesë për kuvend të jashtëzakonshëm të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Urna? Urna? Po tjetër, unë ju thash që s'kom fol. Jo, nuk kam njohëria e ndëpënu, po ajo çka është edhe konfirmim edhe që u debatu me seriozitetin më të madh, kishte edhe kërkesa që domethënë mos të ketë nevojë për zgjedhjet e parakohshme, domethënë që i parashes statuti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, por kishte edhe mendime që të japet përkrahje kryetarit LDK-s që të vazhdojë edhe tutje si kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ngjarja e anëtarëve të kryesisë sot, siç është zonja Bajrami, zotri Hoti, a ishte një bojkot, një sinjal apo çka në kupton kjo? Zotri Hoti e ka thënë publikisht që nuk merr pjesë ashtu siç e quhen ai në kryesi jo statutare. Zonja Hikmete Bajrami nuk e di arsyet pse nuk është. Të tjerët disa nuk janë anëtarë të kryesisë që janë deputet që ju i përmendet. Për të tjerët që kanë munguar që nuk kanë qendrim ose nuk kanë shpreh qendrim, pyetni ata të cilët kanë marrë pjesë ose nuk kanë marrë pjesë.